Pyetja që ngrihet është se mos vallë paratë e check-upit janë përdorur edhe për qëllime të tjera. Indicet për përgjigjen e kësaj pyetje i gjejmë në vijim. Kompania e Vilmanushit, MD, që ka koncesionin e check-up nëpërmjet kompanisë 3P, rezulton gjithashtu se ka financuar edhe kompaninë Victoria Construction, e cila po ndërton kullën Exposita Building. Deri këtu do të ishte diçka normale nëse në fakt, pas kësaj kulle, nuk do të qëndronte një emër si ai i Ervin Matës, i arrestuar së fundmi në Brazil me kërkesë të SPAK për trafik droge. Konkretisht, në vitin 2018, kompania MD kalon për llogari të shoqërisë Victoria një shumë prej 1.1 milion euro. Nga të dhënat e bilanceve të kompanisë Victoria Construction, nuk specifikohet arsyeja pse Vilmanushi i ka dhënë një shumë të tillë monetare kompanisë. Por, derdhja e parave nga Vilmanushi për llogari të kompanisë së babait të Ervin Matës u bë vetëm një vit përpara se Edi Rama dhe Belinda Balluku të firmosnin lejen e ndërtimit për kullën Exposita Building, e cila po ndërtohet në truallin e ish Expozitës në kryeqytet. Konkretisht, në 2018 Vilmanushi paguan këstin e parë të parave për llogaritë të kompanisë së Luan Matës, ndërsa më pas, në 19 me firmë të Edi Ramës dhe Belinda Ballukut, u miratuar edhe leja e zhvillimit të godinës polifunksionale Exposita Building me vendodhje në bulevardin Gjergj Fishta. Kulla me lartësinë 93 metra do të ketë 29 kate, 24 mbi tokë dhe 5 nën tokë. Sipërfaqja e përgjithshme do të jetë 42.000 metra katror dhe do të shërbejë si qendër tregtare, zyra dhe banim. Në vitet në vijim, kompania Victoria Construction heq emrat e donatorëve me para kesh, por ajo që bie në sy është fakti se pas vitit 19 deri në 24, huat e marra në para kesh kapin vlerën e 8 milion eurove. Emrat e këtyre personave nuk deklarohen nga Luan Mata, ndërsa nuk jepin as të dhëna nëse kompania ja ka kthyer paratë Vilmanushit, apo kjo e fundit ka vijuar të rrisë fondin e investimit për ndërtimin e një kulle, e cila prej vitit 21 është në nënhetim nga SPAK, pasi dyshohet se ndërtohej me paratë e trafikut të drogës të Ervin Matës. Kujtojmë se pikërisht në 2018, kur Vilmanushi ka deklaruar se ka futur për investim 1.1 miliard lek në kullën e Ervin Matës, ka marrë edhe dividendin e parë nga kompania e check-up në vlerën e 1.2 miliardëve, apo fiks sa shuma që futi në kullën e një trafikanti droge. Ndaj, i mbetet SPAK për detyrë të zbardhë nëse paratë që shqiptarët i paguan për analiza mjekësore kanë përfunduar për ndërtimin e kullave të grupeve kriminale në Tiranë. Ajo që bie në sy është roli kyç i milionave që ju janë marrë shqiptarëve për të investuar më pas në kullat që shndrohen në parajsën e pastrimit të parave. Nëse do i marrim me radhë, pagesat e disbursuara nga Vilmanushi korrespondojnë pikërisht me shpenzimet për pagesat e arkitektëve të huaj, një kusht ky i vendosur nga kryeministri me qëllim miratimin e lejes. E më pas, investimet e radhës i përkasin Luan Matës, i cili të paktën në shkresat zyrtare nuk disponon të ardhura për të justifikuar shumën e disbursuar. Por më tepër, nga hoteli në pronësi, ai nuk ka tërhequr dividend, por çdo fitim është quar si rritje kapitali. E po në këtë periudhë, hoteli në pronësi të Luan Matës i është nënshtruar rikonstruksioni total, çka do të pamundësonte çdo justifikim të sigurimit të ardhurave.